Jeni me lajmet çndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të nderuar shikues, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Për fillim, ndjekim bashkë titujt kryesor. Ratifikimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit vihet në pikpyetje, nuk është i sigurt kuorumi për votim. Kosova pret të antarësohet në Interpol, por Interpoli nuk e ka në agjendë kërkesën për antarësim të Kosovës. Krimi i forcës armatosur të Kosovës nuk do t'jetë temë diskutimi në Bruksel. Implikimet e Serbisë shihen të rrezikshme. Ikëm për të gjetur strena perëndim por u kthyen të pastre. Shteti nuk u bën hall migruesve ilegal. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet nesër me synimin për ta ratifikuar marrëveshjen e stabilizim asociimit, por pavarësisht qëndrimeve të opozitës se nuk do ta pengojnë ratifikimin e kësaj marrëveshje, te lash ka dalë çështja e kuorumit. Pa opozitën dhe pa listën serbe, kuvendi nuk do të mund të sigurojë 2/3 e votave të deputetëve. Ratifikimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit nuk është i sigurt se mund të ndodhë gjatë seancës së të hënës. Për të ratifikuar kjo marrëveshje duhen 2/3 e deputetëve, mirë po 3 partitë opozitare ende nuk kanë vendosur sa do të marrin pjesë në këtë seancë. Ata do të takohen në mëngjesin e së hënës për të vendosur për këtë çështje. Këtë ka konfirmuar për Tribuna Channel Bilal Sherifi nga Nisma për Kosovën. Sipas tij, ratifikimi më sas nuk do të pengohet nga deputetët e opozitës, por ai nuk ka dhënë detaje sa do të marrin pjesë në seancë. Nga se sipas tij, kjo mbetet të vendoset nga liderët e partive. Për shkak të rëndësisë nuk do të bllokojmë seancën. Të hënën drejtuesit e partive opozitare do të japin detaje rreth qëndrimeve të përbashkëta në lidhje me MSA-n, ka thënë Bilali. Kurse Tinka Kurti nga lëvizja vetëvendosje ka thënë se 3 partitë opozitare kishin marrë vendim më herët që mos të jenë prezent në seancë për të ratifikuar MSA-n, për shkak se kanë shumë vërejtje për këtë marrëveshje. Por sipas saj, pjesëmarrja në seancën e deputetëve është duke u diskutuar. As lista serbe nuk është e vendosur nëse do të jetë e pranishme të hënën gjatë mbajtjes së seancës plenare të kuvendit për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Lideri i saj, Aleksandar Jablanović, ka thënë se varet nga gatishmëria e qeverisë së Kosovës që të pranojë kërkesat e tyre, për të cilat thotë se është diskutuar gjatë gjithë javës. Nuk e di ma do të jemi të pranishëm në kuvend. Nëse qeveria do të pranoj kërkesat tona, ne do të jemi të pranishëm, është shprehur Jablanović për Tribuna Channel. Për këto kërkesa nuk ka dashur të flasë zëvendësministri i administrimit të pushtetit lokal, Bajram Gecaj, duke u shprehur i bindur se të hënën do të ratifikohet marrëveshja. Kërkesat e tyre do të zgjidhen, nuk e di pse po e bëni kaq të madhe në medje, është shprehur Gecaj përmes telefonit. Ndërkohë, kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u ka dërguar një letër publike partive opozitare të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Përmes saj, ai ka ftuar deputetët që të marrin pjesë në seancën e nesërme, në të cilën është paraparë të ratifikohet marrëveshja e stabilizim asociimit. Nesër duhet të jetë ditë e unitetit, ditë e bashkëpunimit dhe veprimit të përbashkët, ditë kur të gjithë ne që përfaqësojmë qytetarët e Kosovës në Kuvendin e Republikës së Kosovës, duhet të dëshmojmë para qytetarëve dhe para botës në veprimin ton politik, mbi të gjitha udhëhiqemi nga interesat madhore të vendit ton dhe nga vizioni i përbashkët që kemi për të ardhmen e vendit ton, ka shkruar Veseli, duke përfunduar letrën me thirrjen: "Ejani të bëjmë së bashku historinë tonë." Votat i duan Kosovës edhe për antarësim në Interpol, por pavarësisht optimizmit të ministrit të brendshëm Skënder Hyseni se Kosova i ka plotësuar kushtet për të bërë pjesë e kësaj organizate, antarësimi i Kosovës në Interpol nuk do të jetë pjesë e sesionit të 84 të Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit. Këtë ka konfirmuar vetë Interpoli për Tribuna Channel. Asambleja e Përgjithshme e Interpolit nuk do të shqyrtoj kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizat në sesionin e 84 të saj, që do të zhvilloj punime të hënën në Kigali të Ruandës deri më 5 nëntor. Nuk ka aplikacione të reja për antarësim në Interpol,
Për shqyrtim në Asamblenë e Përgjithshme të 84 është përgjigjur zyra për media Interpolit për Tribuna Channel. Por Shqipe Mikiqi, këshilltare e Ministrit të Punëve të Brendshme Skënder Hyseni, thotë se kërkesa e Kosovës për antarësim në Interpol është duke u shqyrtuar. Kosova ka aplikuar për antarësim në Interpol dhe kjo kërkesë është duke u shqyrtuar, është shprehur Mikiqi për Tribuna Channel. Pas interesimit të Tribuna Channel për të marrë një shëndrim të Ministrit Hyseni rreth kësaj çështjeje, ai zgjodhi platformën sociale Facebook për të shprehur rreth antarësimit të Kosovës në Interpol, duke thënë se pranimi në këtë organizat është i një rëndësie të madhe për vetë Kosovën, për Interpolin, si dhe për rajonin. Një ditë më parë, Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë Nebojša Stefanović ka thënë se qeveria në Serbi do të bëjë gjithçka që është e mundur për ta ndaluar këtë nismë, duke cilësuar si të jashtëligjshme. Për të qenë pjesë e kësaj organizate, Kosova nuk është e obliguar të jetë antare e Bashkimit Evropian apo Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Deri më 5 nëntor, sa dhe do të zhvilloj punimet Asambleja e Përgjithshme e Interpolit, shefat e policisë dhe zyrtarë të lartë të zbatimit të ligjit nga e gjithë bota do të mblidhen për të diskutuar çështje të policisë dhe të sigurisë, të tilla si luftëtarët e huaj terrorist, sigurinë e kufive, krimin kibernetik, trafikimin e drogës, korrupsionin dhe rimëkëmbjen e aseteve. Statuti i Asociacionit të Komunave Sërbe nuk do të përpilohet pa një vendim nga gjykata kushtetuese, por ky statut nuk do të fillojë të përpilohet pa u hequr nga udhëheqja e grupit menaxhues edhe Ljubomir Marić, ministër i pushtetit lokal dhe pa marrë pjesë të gjitha komunat sërbe në hartimin e tij. Asociacioni i Komunave Sërbe ende nuk e ka statutin e themelimit të saj. Këtë nuk pritet ta ketë paktën edhe për një kohë pasi presidenti i vendit Atifete Jahaga e ka dërguar marrëveshjen për asociacionin e gjykatën kushtetuese. Në bazë të marrëveshjes të nënshkruar me 25 gusht, statuti duhet të përpilohet nga një grup menaxhues ku bën pjesë 10 komuna me shumicë serbe në Kosovë dhe qeveria e Kosovës. Zëvendësministri i pushtetit lokal Bajram Gecaj nëpërmjet telefonit ka thënë për Tribuna Channel se për statut të asociacionit të komunave serbe duhet të bisedohet me qeverinë e Kosovës dhe Brukselin. Marrëveshja duhet të shkojë në gjykatë kushtetuese dhe pasi të marrim mendimin e gjykatës, ne do të ulemi dhe do të shikojmë ridizajnimin. Grupi punues duhet të përbëhet edhe nga 4 komunat veriore, sepse në vitin 2013, problemi kryesor kur është nënshkruar kjo marrëveshje ka qenë inkorporimi i 4 komunave veriore në sistemin juridik të Kosovës. Geca shtoi se pas të vjen vendimi nga gjykata kushtetuese, ata duhet të ulen për ridizajnimin e grupit menaxhues në 2 aspekte. Aspekti i parë është se grupi menaxhues udhëhiqet nga Ljubomir Marić, i cili është gjithashtu edhe ministri i administrimit të pushtetit lokal, dhe ne besojmë se kjo është konflikt interesi dhe se nuk mund të mbajë të dy pozitat. Ndërsa aspekti i dytë është se në këtë grup gjithashtu duhet të përfaqësohen edhe komunat nga ana tjetër e lumit Iber. Geca e vazhdoi se pas të zgjidhen këto çështje, atëherë do të fillojë përpilimi i statutit të asociacionit të komunave serbe, që do të shkojë në koordinim vazhdimisht me qeverinë e Republikës së Kosovës. Por të gjitha këto nuk do të ndodhin pa u dhënë ndonjë vendim nga gjykata kushtetuese nëse është shkelur kushtetuta e Kosovës apo jo. Për 34 ditë mbi 200.000 qytetarët që nënshkruan peticionin e iniciuar nga 3 partitë opozitare në kundërshtim të marrëveshjes për formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe demarkacionit me Malin e Zi, por opozita ende nuk e di saktësisht kujt do t'i drejtohet me këtë peticion. Mblodhen mbi 200.000 nënshkrime për 34 ditë për të kundërshtuar formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Por 3 partitë opozitare ende nuk kanë marrë vendim se kujt do t'i drejtohen. Edhe pse 2 liderët e AK-s, Ramush Haradinaj dhe Nisma për Kosovë Fatmir Limaj, të shtunën gjatë një konferencje për medje, me gjithë problemet për të futur brenda materialin e peticionit në hollën e kuvendit, përmendën disa adresa se kuj do t'i adresojnë këtë peticion. Do t'i vëjmë ndjeni instancat vendimmarrëse që mendojmë që janë relevante për këtë temë. Pra autoritetet BE-s, autoritetet tjera, po edhe gjitha institucionet e vendit besoj të ta gjejmë mënyrën me i bë me dije. Ne kemi planifikuar t'i dregojmë të peticionin në zyret kryesore të komunitetit ndërkombëtar, duke filluar nga Brukseli. Edhe pse Bashkimi Evropian shihet si adresë ku të gjithë ja kanë mësyer, opozita ende nuk është e vendosur për këtë çështje. Teuta Rusta, aktiviste e koordinatore e qendrave të lëvizjes vetëvendosje, ka thënë përmes telefonit se ky peticion është ndër më të mëdhenjt që prej pas luftës në Kosovë, dhe që gjatë javës së ardhshme do të vendoset se si do të procedohet më tutje. Edhe Bilal Sherifi nga Nisma për Kosovën ka thënë për Tribuna Channel
se ditëve në vijim do të njoftohet publiku për veprimet e mëtotjeshme që kanë të bëjnë me peticionin. Por në bazë të rregullores së punës së kuvendit, përkatësisht neni 12, ku përcaktohet puna e Komisionit për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticion, thuhet se pranohet në shqyrtim peticioni të cilat janë të bëra me shkrim, por edhe që tregojnë qartë objektivin e tyre. Në rast se komisioni vlerëson të arsyeshëm, për zgjedhjen e çështjeve mund të autorizoj kryetarin e komisionit të paraqes deklarat në mbledhjen plenare të kuvendit. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka marrë një letër nga ish-kryeparlamentari Jakub Krasniqi. Ky i fundit në letrën drejtuar Veselit ka kritikuar interpretimin e rregullores së kuvendit nga ana e këshilltarëve të Veselit. Ish-kryeparlamentari i Kosovës Jakub Krasniqi ka shkruar një letër publike kryetarit aktual të kuvendit Kadri Veseli, duke i thënë që këshilltarët e kryetarit të kuvendit janë për të këshilluar kryetarin dhe për të ndihmuar atë në përgjegjësinë e përditshme, e jo për të interpretuar rregulloren e kuvendit. Këshilltarët e tu, opozitës si tërësi dhe as deputetëve individualisht, nuk e kanë asnjë të drejtë tua interpretojnë rregulloren e punës së kuvendit. Rregulloren e punës së kuvendit e interpreton kryetari e jo këshilltarët e tij, ka shkruar Krasniqi në letrën drejtuar Veselit. Ai ka shtuar se në situatën që ndodhet vendi, përgjegjësia nuk duhet të bartet tek këshilltarët. Jakub Krasniqi, aktualisht kryetari i Këshillit Kombëtar i Nisma për Kosovën, shkruan se vetëm kryetari e përfaqëson kuvendin si institucion përfaqësues, ligjvënës dhe mbikëqyrës. Arsyeja pse i ka shkruar Veselit, thotë të jenë zhvillimet e djeshme në kuvendin e Kosovës dhe jo në cilësinë e opozitarit, por në atë të ish-kryetarit të kuvendit. Një ditë më parë, liderët e 3 partive opozitare, Lëvizjes Vetvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, nuk janë lejuar të fusin brenda kuvendit dosjet e peticionit kundër Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe demarkacionit me malin e Zi. Por Visar Ymeri, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj nuk përfillën urdhrat e pjesëtarëve të sigurisë së kuvendit nga radhat e policisë së Kosovës. Për situatën e krijuar, ata akuzonin kreun e kuvendit Kadri Veseli. Ushtria e Kosovës do të krijohet për brenda vendit në bashkëpunim me aleatët ndërkombëtar. Kështu thonë në ekzekutiv. Sipas tyre, asnjëherë nuk është shtruar për diskutim në Bruksel çështja e forcave të armatosura të Kosovës. Shoqëria civile ishte problematike ndërhyrjet e Beogradit edhe në këtë sferë të sigurisë. Asnjëherë nuk do të realizohet kërkesa e listës serbe që në proces të transformimit të forcave të armatosura të Kosovës të përfshihet edhe shteti i Serbisë, përkatësisht që çështja të shtrohet në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Brukseli. Kështu deklaron zëvendësministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj, duke theksuar faktin se asnjëherë nuk janë përmendur forcat e armatosura të Kosovës në tavolinën e palëve. Gecaj thotë se ushtria e Kosovës do të krijohet për brenda vendit në bashkëpunim me aleatët ndërkombëtar. Beogradi disa herë ka përmend disa çështje që duhen t'i hapin në Bruksel. Megjithatë, kjo çështje në tavolinën e Bezdiut nuk është ndjerë asnjëherë. Njëjtë sikur që është rasti me Gazivodën, ne kemi bërë vazhdimsi dhe zyrtarët e Beogradit duke theksuar se për Gazivodën do të diskutohet në Bruksel. Megjithatë, tavolinën e Bezdiut në Bruksel nuk është ndjerë kjo çështje kurrë. Pra, unë nuk mund të kontrolloj se çka thonë Beogradi, por mund t'ju them që ushtria e Kosovës do të formohet brenda Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me NATO-n dhe aleatët perëndimor të shtetit të Kosovës. Hisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike konsideron se Serbia përmes deklarimeve se çështja e ushtrisë së Kosovës do të bëhet temë diskutimi në Bruksel, synon të sigurojë një autonomi çfarë ka siguruar edhe për policinë. Qëndrimi dhe strategjia e Beogradit sipas Korenicës është që veriut t'ja mbyll ciklin e arkitekturës ushtarake përmes një autonomie që i garanton kontroll afatgjatë dhe të plotë të arkitekturës së sigurisë në veriun e vendit. Të pranosh ta bësh fakun pjesë të diskutimeve në Bruksel është barabartë me hapjen e një dere të re tash edhe për çështje ushtarake për Beogradin në Kosovë. Ndërhyrjen e Beogradit është problematike dhe analisti Avni Mazreku. Kosova do të vazhdojë të ketë probleme sipas Mazrekut nga aranzhmanet e fundit politike sa i përket përfaqësimit të serbëve në parlamentin e Kosovës. Që në plot raste mund të paraqiten si pakicë bllokuese, shumë ligje kruciale për Kosovën nuk mund të aprovohen pa aprovimin e serbëve, që nënkupton që qeveria e Serbisë në Beograd ka ndikim të drejtë për drejtë në jetën institucionale por dhe stabilitetin politik në Kosovë.
Ende nuk është hedhur në votim amandamenti 35 që i plotson dhe ndryshon nenin 126 të Kushtetutës, e që është amandamenti thelbësor që transformon Forcën e Sigurisë së Kosovës në forca të armatosura dhe përcakton misionin e ri kushtetues për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Pas miratimit, Qeveria e Kosovës procedon projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me forcat armatosura të Kosovës, me të cilin parashihet të ndryshohen 39 ligje që kanë të bëjnë me emrin, misionin dhe funksionin e forcave të armatosura të Kosovës. Ndryshimet kushtetuese dhe ligjore kërkojnë edhe miratimin e 2/3 të pakicave që përfaqësohen në kuvend. Janë reduktuar në mas të madhe mbledhjet e komisioneve të Kuvendit të Kosovës që nga fillimi i sesionit vjeshtor për shkak të bojkotit nga ana e partive opozitare, edhe shpeshherë edhe mungesës së kuorumit. Bojkoti i deputetëve të opozitës përkatësisht atyre televizjes vetëvendosje Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën ka zbehur punën edhe të komisioneve të Kuvendit të Kosovës. Mbledhjet e komisioneve ka disa herë që nuk janë mbajtur në mungesë të kuorumeve, pasi që sipas rregullorës së Kuvendit, nevojitet prania e gjysmës së deputetëve plus një deputet për të vazhduar me planifikimet. Mungesa e opozitës ka hendikepuar punën e komisioneve. Kryetarja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut Barazi Gjinore për persona të pagjetur dhe peticione i Kuvendit të Kosovës, Lirie Kajtazi, thotë se ka reduktuar thirrjet e mbledhjeve për shkak të kësaj. Po ta kishit po ndoshta edhe kohën unë edhe i kam rallu, po them, nuk i kam ftu shpesh mbledhjet në këtë fazë pikërisht për këtë. Për shkak se du prezencën edhe të kolegëve të me, edhe pse kam pas korum, nuk kam dash me i shfrytzu numrat edhe të punojmë. Kam ftu mbledhjen vetëm kur e kemi pa domosdoshmë për të lëviz në agjendë, nga se janë obligime cilat nuk pyesin për disponime, ndoshta po janë obligimet ligjore ato. Problemet e shkaktuara edhe në takimet e komisioneve vështirësojnë shqyrtimin e disa ligjeve. Thot Jetmir Bakia nga Instituti Demokratik i Kosovës. Nuk po mund të mbahen shumë takime të komisioneve parlamentare, gjë që e vështirëson punën e kuvendit, punën e shqyrtimit ligjeve, shqyrtimit të mbikëqyrjeve të disa ligjeve dhe po përcillet problemi edhe tek komisionet përpos seancave që i kemi pa. Mungesa e kuorumit në mbledhje të një komisioni e pezulloi edhe procedimin e ligjit për paraplegjikët dhe tetraplegjikët, që u vlerësua të jetë një rëndësie të madhe dhe të veçantë. Është me rëndësi ta kalojmë sa më shpejt si komision, që të kemi mundësi ta kryjmë më shpejt para pushimeve dimrore. Arsyeja që po kërkoj është sepse vërtet kjo kategori kanë nevojë shumë, kanë prit gjatë dhe ne mos vonohemi si komision dhe si kuvend në procedimin dhe amandamentimin e këtij projekt ligji. Partitë opozitare po vazhdojnë bojkotin e Kuvendit Kosovës dhe përveç kësaj, ata që nga fillimi i sesionit vjeshtor vazhdimisht kanë bërë rezistencë antiligjore në kundërshtim të mbajtjes së seancave plenare si reagim ndaj marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Serbe dhe asaj për demarkacionin me malin e zi. Nuk ka datë saktë se kur veturave nga Serbia që hyjnë në Kosovë do të vendosën targat provuese, dhe pse ministri Edita Tahiri kishte paralajmëruar se nga fillimi i nëntorit do të fillonte reciprociteti me shtetin fqinj. Anulim të kësaj marrëveshje ka kërkuar Rahim Pacoli nga Byroja Kosovare e Sigurimeve, duke aluduar se shteti sërb që nga 12 korriku ka vendosur targa provuese për veturat me targa RKS. Targat provuese për veturat që nga Serbia hyjnë për në Kosovë nuk dihet se prej kur do të fillojnë të vendosen, edhe pse nga 12 korriku, kur zyrtarisht ishte nënshkruar marrëveshja për një reciproke të policave të sigurimit, të gjitha veturat që kanë hyrë nga Kosova në Serbi me targa RKS janë pajisur me targa të ashtëquajtura provuese. Ministrja për dialog Edita Tahiri, pas takimit të fundit të grupeve teknike në Bruksel, kishte thënë se të gjitha veturat që hyrë në Kosovë nga Serbia do të detyrohen të bartin këto targa. Tahiri kishte përmendur fillimin e muajit nëntor për të filluar zbatimin e kësaj marrëveshje. Gjatë dielës ajo nuk ka dhënë detaje se kur do të fillojë reciprociteti për palën sërbe, por ka bërë me dije se është duke u konsultuar me zyrën e Bashkimit Evropian për këtë çështje. E kryesuesi i Asamblesë së Përgjithshme të Byros Kosovare të Sigurimeve Rahim Pacoli ka kërkuar që kjo marrëveshje të anulohet pasi nuk po gjen zbatim. Nëse ne i vendosin targat provuese, ata do të detyrohen që edhe targat me RKS mos të vendosin këto targ provuese, nga se shumë biznese që hyjnë nga Serbia në Kosovë
nuk kanë mundësi të ballafaqohen me kësin ndalesash, ka thënë Pasolli. Vazhdimisht, Byroja Kosovare e Sigurimeve kishte paralajmëruar se do bllokoj punën, duke kërkuar reciprocitet me arsyetimin se me njohjen e policave nënkuptohet edhe njohja e targave. Ministri Edita Tahiri ishte arsyetuar se kur është biseduar për policat e sigurimeve, nuk janë marrë vesh për njohjen e targave. Marrëveshja ishte nënshkruar më 23 qershor dhe ishte paraparë të fillojë së zbatuari më 24 gusht. Ajo ishte shtyer nga pala sërbe me arsyetim se nuk ishin të përgatitur teknikisht. Pas një takimi të grupeve teknike në Bruksel, marrëveshja filloi së zbatuari me 12 korrek. Ndrojmë temë informacioni. Shqipëria sot u zgjua nga disa dridhje të forta të tokës, të cilat u ndjen deri në Kosovë. Dridhjet e tokës sipas të dhënave sismike ndodhen në mes të Tiranës dhe Bulqizës me kapacitet deri në 5.1 shkallë të Richterit. Tre lëkundjet e forta të tokës janë ndjerë në Shqipëri rreth orës 7 të mëngjesit. Lëkundjet deri në 5.1 shkallë të Richterit e kishin epiqendër në zonën malore ndërmjet Tiranës dhe Bulqizës. Ndritjet e tokës janë ndjerë edhe në shtetet e tjera si në Lezhë, Dibër, Kukës dhe Elbasan. Të trit këto dritjet e tokës nuk lanë pasojë në njerëz apo dëm materiale. Por sipas informacioneve të cilat po qarkullojnë në media, dritjet e tokës ishin ndjerë edhe në Kosovë. Sipas të dhënave sismike, distanca e tërmetit nga Tirana ishte 34 km në lindje, ndërsa 14 km nga jugu i Bulqizës dhe thellësia rreth 10 km. Një tërmet i ngjashëm kishte ndodhur edhe një ditë më parë me epiqendër në Bulqizë duke u ndjerë edhe në Tiranë. Muaji nëntor është muaji i ditëlindjeve të mëdha. Kështu ka thënë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli me rastin e ditëlindjes së komandantit të UÇK-s Zahir Pajaziti. Në anën tjetër, një ditë më herët edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka bërë homazhe tek shtatorja e Herojit të Kosovës. U shënua ditëlindja e Herojit të Kosovës Zahir Pajaziti. Komandanti i UÇK-s u lind më 1 nëntor të vitit 1962 në fshatin Turuqic të Podujevës, ndërsa ra heroikisht më 31 janar të vitit 1997 në Pestov të Vushtrisë. Me rastin e kësaj dite, kryeparlamentari Kadri Veseli ka shkruar në rrjetin social se muaji nëntor nuk është vetëm muaji i fitoreve historike, por edhe i ditëlindjeve të mëdha historike si ajo e Zahir Pajazitit. Nëntori nuk është vetëm muaji i fitoreve të mëdha historike, muaji i rënjeve të atyre që jetën ja kushtuan kauzës së lirisë, por edhe muaji i ditëlindjeve të mëdha, sikurse është ditëlindja e militantit të pashoq të UÇK-s Zahir Pajazitit, ka shkruar ai. Ndërim të përjetshëm veprës së tij dhe të gjithë atyre që jetuan, punuan dhe ranë për Kosovën e lirë, ka shkruar kryetari i Kuvendit në profilin e tij në Facebook. Ndërsa edhe kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në ditën e shtunë ka bërë homazhe pranë shtatorës së Herojit. Haradinaj shtoi se homazhet janë bërë për të qenë më afër familjarëve të dëshmorëve dhe bashkëluftëtarëve. Edhe pse vitet po kalojnë, edhe pse kujtojmë shumë ngjarje, shumë data që janë me peshën e vetë e runë ditëlindja e komandantit legjendar Zahir Pajaziti, vërtet ka qenë një nga figurat më vendimtare për themelimin e UÇK-s, por edhe për zhvillimin e saj ditë të para. Më 31 janar të vitit 2008, në 11 vjetorin e rënies, ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i akordoi Zahir Pajazitit dekoratën më të lartë shtetërore të Kosovës, urdhërin Heroi i Kosovës. Në Kosovë janë rreth 17.000 familje që nuk kanë strehim adekuat. Këti numri janë bashkuar edhe një numër i familjeve të cilat kanë migruar jashtë vendit dhe kanë shitur shtëpi dhe pronat e tyre. Se me çfarë të lashësh përballen tash këto familje, e shohim në kronikën në vazhdim. Kryqi i Kuq në Kosovë ka evidentuar 17.000 familje që nuk kanë strehim adekuat dhe të cilat janë në gjendje të rëndë ekonomike. Koordinatorja për mirëqenie sociale në Kryqin e Kuq, Antigona Sopjani, ka thënë për Tribuna Channel se Kryqi i Kuq mundohet i përkrah familjet në gjendje të rëndë sociale, varësisht donacioneve dhe mundësive që kanë. Sopjani thotë se numri të madh të familjeve që nuk kanë strehim ju kanë bashkuar edhe disa familje, të cilat së fundi kanë migruar në vendet evropiane e të cilat janë kthyer në Kosovë. Ajo thot se këto familje tani nuk kanë strehim pasi që kur migruan shitën shtëpit apo pronat e tyre.
Si që dim pra valja e fundit e migrimit cili ka ndodhur fund vitin e 2014 dhe fillimin e vitit 2015 ka shkaktuar një krizë edhe më të thellë ekonomike, sidomos tek personat të cilët kanë shitur shtëpitë e tyre në Kosovë dhe ato varaj kanë shfrytzuar për të migruar jashtë. Për fatkeqësisht do të nuk kanë arritur qëllimin që ata kanë ndeshur dhe janë kthyer përsëri. Mirë po, do të fatkeqësia më e madhe është se ata pas kthimit nuk kanë pas se ku të strehohen. Ka raste do të shumta, nuk kemi numër të saktë se sa janë, që të themi me shifra, mirë po ka raste të shumta të cilat kemi hasur në terren, që familjet tani pas kthimit janë përballë me mungesë të strehimit. Ajo shtoi se familjet që qëndrojnë së paku një vit jashtë Kosovës i plotësojnë kriteret bazë për të përfituar ndihmë sociale, por në rastet ekstreme ajo thotë se kanë bërë përjashtime. Në anën tjetër, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ka thënë për Tribuna Channel se për ndihmën e këtyre familjeve është përgjegjëse Ministria e Planifikimit Hapësinor. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka bërë një studim fizibiliteti dhe ka identifikuar koston rreth 10 milion euro, si dhe kanë mandat nga Qeveria e Kosovës të merren me këtë çështje. Kurse zyrtari i lartë për informim në Ministrinë e Planifikimit Hapësinor ka thënë se nuk janë kompetent për këtë çështje. Ju lutem për pyetjet e parashtruara, drejtohu diku tjetër, sepse tek ne nuk ka diçka të tillë as mandate, por ai që ju ka thënë, le të ju tregon ndonjë dëshmi. Kryqi i Kuq thotë se nuk kanë mundësi t'ju ofrojnë shumë ndihmë familjeve që nuk kanë strehim, sepse asnjëherë nuk kanë pasur ofertë nga institucionet që të jenë bartës të projekteve për ndërtimin e shtëpive të familjeve në nevojë. Banorët e Prishtinës nuk kanë mundur ta përdorin përpije ujin që u vjen nga ujësjellsi rajonal Prishtina. Zëdhënësja e ujësjellsit Arieta Mjeku ka thënë për Tribuna Channel se shkaki i ndërprerjes së ujit ka qenë dëmtimi i valvolave të rrjetit të ujit dhe kjo ka shkaktuar turbullir të ujit të pishëm. Ujësjellsi rajonal i Prishtinës ka kërkuar nga qytetarët që ujin e pishëm që vjen nga liçeni i Batlllavës ta përdorin vetëm për higjenë. Kjo për faktin se punimet teknike që janë kryer në fshatin Lupç dhe Vranidoll kanë shkaktuar turbullir të ujit të pishëm. Zëdhënësja e ujësjellsit të Prishtinës Arieta Mjeku ka bërë të ditur për Tribuna Channel se ujësjellsi rajonal Prishtina u detyrua ditën e djeshme ta ndërpres ujin nga sistemi i Batlllavës rreth 6 orë. E kjo ndërprerje ndodhi për shkak të fshatit Lupç dhe Vranidoll, pasi që këto fshatra që 4-5 ditë kishin mungesë të ujit të pishëm si shkak i dëmtimit të valvolave të rrjetit të ujit që e rregullojnë sistemin e furnizimit me ujë për këto dy fshatra. Mjeku shtoi se dëmtimi i këtyre valvolave të ujit ka ardhur si shkak i vjetërsisë së tyre dhe manipulimit të tyre nga ana e personave të panjohur dhe të pandërgjegjshëm, ku si pasojë ka ardhur deri te mungesa e ujit në fshatrat Lupç dhe Vranidoll 4 ditë rresht. Në përgjithësi, furnizimi me ujë po vazhdon të jetë stabil dhe kjo fal nivelit të kënaqshëm të ujit në liçenet akumuluese Batllava e Badovci dhe investimeve në rehabilitimin e rrjetave të ujësjellsit. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ka siguruar shumicën parlamentare në zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura sot në Turqi. Rezultatet kanë treguar se partia qeverisëse ka siguruar vendet e mjaftueshme për të qeverisur përsëri e vetme në vend. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim ka siguruar gati 50% të votave, ndërsa subjekti kryesor opozitar Partia Popullore Republikane ka marrë vetëm 25% të votave. Partia e presidentit kishte dështuar të siguronte shumicën në zgjedhjet e kaluara të mbajtura në qershor, ndërsa përpjekjet për të formuar një koalicion qeveritar po ashtu kishin rezultuar të pasuksesshme. Hetuesit egjiptian në bashkëpunim me ata rus dhe francez ka nisur hetimet për rrëzimin e avionit rus në Sinaj të shtunën, që ka shkaktuar vdekjen e të gjithë 224 personave në bordin e tij. Kryeministri i Egjiptit ka thënë se një defekt teknik ka qenë me shumë gjatë shkaktari i rrëzimit, duke i hedhur poshtë pretendimet e militantëve të grupit Shteti Islamik se ata kanë qenë përgjegjës. Ndërkohë, kompanitë ajrore Emirates, Air France dhe Lufthansa kanë vendosur të pezullojnë fluturimet mbi gadishullin e Sinajt derisa të jepen më shumë informacione. Rusia ka mbajtur një ditëzie të dielën pas incidentit më vdekjeprurës ajror në historinë e aviacionit rus.
Kutit e zeza të avionit janë gjetur dhe janë dërguar për analiza, kanë bërë të ditur zyrtarët. Aksidenti në Sinaj i ka dhënë një goditje të rënd industrisë tashmë të dobësuar të turizmit në Egjipt, ndërsa autoritetet egjiptiane po angazhohen fort për të përshpejtuar procesin e hetimit. Avioni Airbus A321 i kompanisë Colavia është rrëzuar në mëngjesin e së shtunës, pak pas nisjes së tij drejt Shënpjeterburgut nga qyteti turistik i Sharm el Sheikut. Militantët islamik të Al-Shababit kanë sulmuar një hotel në krye qytetin e Somalis, duke vrarë të paktën 15 persona. Sulmuesit kanë përdorur një automjet me eksploziv për të deportuar në kompleksin e hotelit Sahafi, para se të hynin në objekt dhe të merrnin pengje, ka bërë të ditur policia. Në mesin e viktimave raportohet të jenë një general që ka udhëhequr ofenzivën e 2012-s për dëbimin e grupit terrorist nga Mogadishu dhe të paktën një deputet i vendit. Trupat qeveritare dhe ato të Bashkimit Afrikan kanë thënë se e kanë rimarrë kontrollin e hotelit pas një betejë të ashpër me sulmuesit. Hoteli frekuentohet shpesh nga anëtarët e parlamentit të Somalis. Sulmi ka ndodhur vetëm një ditë pas përleshjeve vdekjeprurëse ndërmjet luftëtarëve xhihadist dhe trupave të Bashkimit Afrikan në rajonin e Bakulit afër kufirit me Etiopinë. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Por më shumë informacione vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju falemnderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.